Ai të sheh, ai të din. Vlla e motër, dije se Allahu Zoti yt e din gjithçka çka keti në zemër. Para se me mendu deri në fund, Allahu e din. Para se me shqiptu me gojë, Allahu e din, ai veç e din. Kjo ndjenje thellë, kjo vetëdije që Zoti po të sheh e po din, ishte ajo që e mbajti të fortë zemrën e profetit Muhammed dhe shokëve të tij. Ata jetojshin me këtë ndjenjë për ditë, me dashni për Allahun, me frikë respekt ndaj Allahut, me përullësie, me sinqeritet për Allahun. Ata, shokët e profetit Muhammed, nuk e shishin botën si ne, po e shishin me sytë e atyne që e dinin se çdo hap, çdo frym, çdo mendim, është në dijen e Allahut. Kur ata punojshin, e punojshin punën për Allahun. Kur ata qajshin për Allahun. Kur ata heshin për Allahun. Omeri radiallahu anhu ka thonë, kush e pastron niyetin qëllimin e vet, Allahu i mjafton mesti e njerëzve. E kush zbukurohet para njerëzve me diçka që Zoti se din, në zemër Allahu ka me shumtu para njerëzve. Me diçka që Zoti nuk e don, Allahu ka me shumtu para njerëzve. Prandaj, mos u mundo me u duk i mirë para botës dynjas. Mundohu me qenë i pastërt, para ati Allahu që e sheh zemrën tënde, se ai Allahu si shikon fytyrat e as pasunit, por i shikon zemrat e veprat e njerëzve. E kur ta kuptosh ti kat, gjithçka ndryshon pasha Allahu. Frika jote kthehet në nderim, lutja duaja jote kthehet në afërsi me Allahun, që të njeh më mirë se sa vetja pasha Zotin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, duaja është vetë adhurimi. E si me ju lut dikujt që se din kush je pasha Zotin. Nuk e din pasha Zotin çka dhem e nuk e din se çka djeg ty nga brenda. Po a Zoti yt, krijuesi yt, Allahu yt e din. Allahu e din lotin që se ke derdh ende, dhimbjen që se ke shpreh ende, shpresën që e mban thellë në zemër, Allahu e din. Kur e thirr Allahun, ai veç e din pse po e thirr. E kur hesht, Allahu e din pse po hesht e pse nuk po flet. Një dietar, Fudajl ibn Iyadi, ka thonë, Allahu mëshiroft, kam me të mësu një fjalë më të vlefshme se krejt dynjaja. Nëse Allahu e din prej teje sinqeritetin, ikhlasin, mjafton që Allahu e din. Prandaj, mos harro kur, ama kur. S'ka nevoj me u duk, me u paraqit. As me u dëshmu para njerëzve, bre. Në heshtje, në vetmi, në lot, në lutje, mjafton që Allahu e din. Edhe njerë. Heshtjen tënde, vetmin tënde, lutjen tënde, lotin tënd, mjafton që Allahu e din. E kur Allahu e din,
ti je i sigurt. E kur Allahu e din, ti je i ruajtur. E kur Allahu e din, ti je i dashur për Allahun.